e shpifur. Thesha me vete, o bobo, që si do bëhet, o bobo vdiq, o bobo do hanja 3-4 vjetë burk, o bobo që janë në nja bëja me vete unë. Piqke të semës, thesha me mendjen time. Ore, më mbajtën 4 ditë, mua o shok, 3 ditë, edhe më bërëm gjyqin, pasaj kur më mbarovi gjyqin, më morën më futën prap brenda mua deri në darkë, i bëra 4 ditë fix atje unë, Allah. A kupton ti? 4 ditë fix. 4 ditë fix. Ndjesimet keqe se kështë. Dola në gjyq pasaj. Dola në gjyq. Pashi kishte ardhur dhe babi. Shqyqyre kishte ardhur babi, kishin gjetur avokat njerëzit e mi. Edhe jo këtë janë pasaj vendosim, thaj, ja ma kishin vëlen në 30 ditë me burg me afat. Burgi me afat, 30 ditor. Mua, 30 ditë burg me afat. 30 ditë mua burg, 1 muaj burg të beja. Unë, po pasaj mund të beja dhe arresh pje prap. As njerë s'kam qenë Renovje, bre Darbi, jo. Kemi vajtë që, po ja për... Edhe... Aty pasaj vendos, ju tha avokati që do t'a leni këshu, ra dakord trupi gjykues me avokatin tim, me atë shkresat me fjalët e avokatit tim që më lanë mua me arrest shtëpie, po pa afat. Arrest shtëpie pa afat. E jam sot e kësaj dite akoma, po marrë vesh se qërë vetë, po më gajur. Kurse ajo tjetra, sa erdha unë këtu në shtëpi, maksimumi 14 ditë doli pe spitalit, edhe shko ditë, sa një 2 ditë në shtëpi, s'dilte këtu, mori rrugën dilte berja. Dilte në fshat. Dilte e ore. 109, dilte. Është si kokra e mollës, më nuk e ka gjetur gjarë. Mua, unë them, këtu 100% ma kanë futur sa krau, a kuptoni? Kanë marrë avokat ata. Kanë kujtuar se Klevisi ka leka Klevisi, është milioner, Klevisi ka bërë lek nga TikToku, edhe ajë ti bje me qaftë të marrim, ti bje me qenë se tashi ky e beri këta, me qenë se dhe ajo është mirë se gjeti gja, me ata avokatën e tyret kujton se do marrin lek. A kuptoni? Ma kanë futur sa krau. Kush e di çfarë kanë shpikur aty. A kuptoni? Kush e di çfarë kanë shpikur gjëra të tjera që të haj unë. Sa më shumë që t'jetë e mundur. Kishin thënë duam 10 milion lek nga Klevisi, ore. Duam 10 milion. 10.000 euro. E dëgjova llafin e parë në fillim që t'ja falim Klevisit deshin 10.000 euro. Se më tha dhe një xhaxhai im, një djali i xhaxhait të babit, më tha mua. Kështu se kishte folur me ata familjarët ai, kështu kërkojnë kaq ata. Piç këtë se më sta shumë e veten time, po unë ku t'i gjej këto më vlla? Unë më mirë i këtu ja qitem se sa ku t'i gjej unë ato, të shumë piç këse. Këta e di se jam milioner unë vlla. Të ketë edhe komshiu, zili, se ti je në TikTok, edhe të kujtoj se ti ke milionat, piç këtë semës. Kjo është kulmi, vlla. Është kulmi. A kuptoni që është kulmi? Po qatë marrë piranja dhe stopit, kotë ti marrat. Kotë, unë me piranjat, unë piranjat i marrë kur dua, unë piranjat i kam këshu shok. Jam shok, me njofin, më respektoj, njerën e kam shumë shoqe, njerën e ka me Lorena ajo. E di, më respekton, ka shumë respekt për mua, shumë qupe mirë. Direkt, po të kem nëjë problem, shumë i them, vinë direkt. A kuptoni? Po s'kam vrar njeri, po jo betë Sandri, po qa po them, kot, po mirë me mirë. Kot ta marrë, se nuk bëjnë në një, nuk bëjnë do t'azja, kuptoni. Unë them maksimumi tani edhe këtë dhjetorin, janarin, edhe gjithë shkurtin, vlla. Mendoj që... Po është mirë Bexheni Krasniqi, është si kokra e mollës, për Zotin e madh, ka dal ka berë, del ben veten dyqanore.
Këto kohët e fundi se kanë lënë të dalë ere vlla se nuk është mirë ajo nga mendja, kuptoni? Dhe po t'ishte, shikoni si ishte puna, si qëndron puna. Po t'ishte njeri me shëndet të plotë, nuk më kishte ndodhur fare kjo gjë. Po është një njeri që ka ca të meta be. Ashtu ka qenë gjithë jetën ajo. Kur kam dëgjuar edhe callafe unë atë pisemës, më erdhi natë një dize, se më erdhën callafe mua. Më kishin thënë mua, jo po ky Klevisi e beri budallachkata. E beri budalla, e beri keq. Unë e bera keq, ajo gjithë jetën ashtu ka qenë be. Më vjen çudi mua. Ajo unë e kam parë ajo ndej rrobat këtu, vetë po ta lën të vej për dyqan, vetë dyqani ishin në ndel ajo. Terbeari në lagje këtu ishte. Terbearin ardha. Terbearin valla, terbearin. Nuk e kam llafin se nuk dua ta ofendoj valla. Nuk dua ta ofendoj njeriu jo nga këta. Po thjesht kanë bërë ca gjëra që i kanë bërë gabim vetëm e vetëm për të përfituar. Nga kjo gjë më vjen në natë mua. Beno Klevisa i thonë që si fajtore të rish aq shumë në rreth shtëpie. Po s'ja more vlla. Po ta tillë kemi shtet, ta tillë shtet kemi ne be çuna. Ta tillë shtet kemi ne o vlla. Shtet vari topat. Ja, vari topa, nuk di se çfarë bëhet. Lajm është. Që se ka drejtë. Nuk di se çfarë bëhet o vlla. Ku lart këtu në Xhaferi? Na të kalem të një, thaj për juve që tonë të shqip një dasmë, ju një të një shoku im loku o të e ka në TikTok. Ju një, po martoj të një shoku tim dhe me thënë. Loku o të shlive në TikTok. Varilisht, unë o Shqipe kam shumë kohë që dëshiroj që të iki drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se di kur do më jepet ajo mundësia për të ikur. Po kam shumë dëshirë që të jetoj në Amerikë dhe të krijoj familje në Amerikë, po se di kur do më plotësohet kjo dëshirë, kjo ëndër. Se di kur do më plotësohet. Pa që nesër të vete kam njerëz, po kur erdhi ky trapi t'ja qi kurven ti Donald Trumpit, gomar president. To shtat kanë çuar me apelo Klevis, se di valla. Nuk e di, po te cili burg ke qenë? Nuk kam qenë në burgu komisariat aty në paraburgim. Në komisariat në ita 4 ditë. Shtet Peleshi. Patentën ma dhanë në shqyqyr zotit, ma dhanë, ma liroan patentën çuna. S'ka një muaj tani, as një muaj s'ka. Ma dhanë patentën, shqyqyr zotit. Ma dhanë patentën, ma dhanë. Shkalla e dyta. Çështeti Amerika kam dëshirë të krijoj familje, të jetoj atje në Amerikë. Po gjobët të vunë, kishin vend 200